Përshëndetje Leila, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Jeni një femër, një grua, një shkrimtare profesoresh shumë e njohur, shumë respekt dhe shumë aktive në shoqërinë e munguar civile shqiptare. Tashti, kemi ca mungesa, do t'i themi ca mungesa që i kemi. Sigurisht që ti do thuash mendimin tënd. Tashti, ç'mund thuash diçka për karrierën? Është e gjatë, po. Po, sigurisht se ka kaluar ca kohë që nga fillimet e karrierës time, por e rëndësishme është të thuhet që fillesa është në fushën e shëndetësisë dhe unë jo pa dëshirë zgjodha degën e mjekësisë përgjithshme. Në fakt, për brezin tim nuk ishte e lehtë të zgjidhje, se i bie para 90-s kjo histori, por më ndihmoi fakti që kam qenë konsekuente në mësime dhe gjithmonë kam kërkuar maksimumin nga vetja. Arrita të fitoj medaljen e artë në gjimnaz, dhe gjimnazi Ismail Qemali këto në Tiranë, dhe ajo më dha të drejtën që zgjidhja degën dhe zgjodha mjekësinë e përgjithshme. Dhe sigurisht edhe sot mendoj se kam bërë një zgjedhje shumë mirë, sepse është një shkencë që unë e përqafova me shumë kënaqësi. Edhe si studente e Fakultetit Mjekësisë, jam nga studente ekselente të atij fakulteti, domethënë prap vazhdova që të bëj përpjekjet e mia maksimale për të arritur më të mirën e mundshme për njohuritë që dihet që janë aq të domosdoshme sidomos në një shkencë si mjekësia, një shkencë sa humane, por edhe aq delikate dhe vështirë. Kështu që pas mbarimit studive në Fakultetin e Mjekësisë, pata shansin që të emrohen në Spitalin e Pediatrisë këtu në Tiranë, dhe ishte jo vetëm fakti se atëherë luftoheshe shumë që a do rish Tiranë, ishte një... edhe sot. Ishte një racionalitet, por sigurisht më ndihmuan në rezultatet e larta në fakultet, por fakti që ishte pikërisht dega e pediatrisë ku u emrova, për mua ishte një lloj shansi akoma më i madh, sepse gjithmonë kam pëlqyer të merrem me fëmijët. Kam dashur gjithmonë, domethënë, t'i kem afër dhe aq më tepër të përkujdesesha për to si mjeke, pediatre dhe për specializimet e domosdoshme për kohën. Kam pasur gjithmonë edhe një lloj pasioni çiksit veçantë për mësimin e gjuhëve tuaja, dhe që gjatë shkollimit, domethënë gjuhën italishte për shembull e kam filluar që në periudhën e shkollës fillore, në mënyrë private, në atë kohë madje edhe klandestine, se nuk lejoheshe, po fal vëmendjes dhe kujdesit prindërve të mi, më çuan ke një mikeshe tyre e kohës që e ofronte këtë mundësi, brenda miq sigurisht, se ishte një gjë e vështirë për të realizuar, por mua më ndihmoi shumë se mora gjithë bazat e gjuhës italiane, që në shkollë pata shansin pastaj ta nis direkt me gjuhën anglishte, që kam punuar intensivisht, fillova paralel edhe gjuhën frëngjishte, kështu që me këto 3 gjuhë unë kisha të kryera, si thuash, në raport me gjithë metodologjinë e kohës, pasi mbarova fakultetin dhe i mbrojta pastaj edhe Universitetin e Tiranës gjuhëve tuaja me certifikat që njiheshin edhe si gjuhë të mbrojtura. Kështu që gjithë ky lloj investimi mua më ndihmoi që edhe në Spitalin e Pediatrisë ku fillova punë të kisha një ecuri, po themi, pozitive për moshën, për ato hapat e parë të fillimit të një profesioni, dhe nga që kisha edhe këtë dëshirën që të bëja gjithmonë punë sa më dinamike, u përfshiva në të gjitha, pothuajse në të gjitha specialitetet e pediatrisë, se kështu ishte sistemi, por ngeca ke reanimacionit se më pëlqente pikërisht intensiteti i punës aty për të punuar
domethënë me rastet më të vështira, më kritike, kështu që në spitalin e pediatrik kohën më të madhe kam realizuar si mjeke në reanimacion. Erdhi një moment që ofroi nga Ministria e Jashtme franceze një bursë studimore në fushën e pediatrisë. Pas pak kohë që unë kisha filluar punë në spitalin e pediatrisë, dhe sigurisht nga rezultatet që kisha arritur, unë isha një nga kandidatet për ta fituar këtë bursë. Histori e gjatë që nuk besoj ka interes që të shikon që ishte problemi i biografisë që në atë kohë ishte shumë i rëndësishëm, se bëhet fjalë për fund vitet 80, pra një çik para ndryshimit të madh që ndodhi në Shqipëri, por sido që tjetë, rezultatet e mia të larta gjithmonë e mbanin kandidaturën time në lojë dhe pavarësisht pengesave që thash ishin të lidhura me problemet biografike, që unë konsideroj si një familje në prejardhje borgjeze, si quheshe temi i kohës, por fakti që kishte filluar të frynte era e ndryshimeve në lindjen, Europën lindore, kishte filluar të ndryshimet në të gjithë sistemin ish komunist, pastaj erdhi dhe rënja e murit Berlinit dhe gjitha këto rrethana u reflektuan dhe në Shqipëri dhe krijuan një terren më të favorshëm edhe për raste siç isha dhe unë që të arrija domethënë ta fitoja atë bursë, sepse insistonte dhe pala franceze që kishte kushtin kryesor gjuhën frëngjisht. Gjë që kandidatët e tjerë nuk e kishin dhe kjo më ndihmoi shmanse që unë të isha fituese asaj burse, shkova në Paris, kam jetuar disa vite atje, kam studiuar atje. Fillimisht për pediatrik përgjithshme dhe pastaj për shëndet publik. Por nëse pesëm me realitetet e reja që u krijuan në Shqipëri me përmbysjen e sistemit, më troi që shumë më tepër kthimi në AD dhe vendosa përfundimisht që të kthehem këtu dhe të kontribuoj jo vetëm në fushën e profesionit tim të si mjeke, por edhe në zhvillimet shumë të vrrullshme, demokratike që Shqipëria ishte përfshirë në ato vite, pra në fillim vitet 90. Dhe ishte një zgjedhje sigurisht jo e lehtë, sepse në atë kohë ishte masiv më të ndryshmet që kush i ka përjetuar i di shumë mirë se si ka ndodhur, edhe thana shumë vështira. Por unë erdha kundra rrymës, erdha vendosa përfundimisht të kthehem në vendin tim, të vazhdoja profesionin tim dhe direkt u angazhova pastaj edhe në shoqërinë civile për të drejtat e grave kryesisht, edhe të fëmijëve, të trinjve. Por njëkohësisht u angazhova dhe në fushën politike, në Partinë Demokratike që ishte forca kryesore e asaj periudhe të cilës i referoheshe edhe ndryshimi i madh që u bën në aspektin politik me krijimin e pluralizmit e vazhdim. Po, atëherë si mendoni ju barazia gjinore në çfarë niveli është në Shqipëri? Kjo është pyetje interesante sepse ka një shumë të veçantë Shqipëria. Për të qenë saktë, në vitin 1995 u bë një konferencë ndërkombëtare për grua, për fuqizimin e grave, që njihet si konferenca e Pekinit, dhe atje u përcaktua qartësi për gjithë vendet pjesëmarrëse, ku ishte edhe Shqipëria e përfshirë, një platformë për veprim për të fuqizuar rolin e grave në shoqëri, për të respektuar të drejtat si në jetën familjare, shoqërore, ekonomike dhe politike. Dhe ajo lloj fryme erdhi dhe në Shqipëri dhe unë atë kohë isha tashmë e rikthyer në atë vej, kisha filluar angazhimet e mia, madje kisha marrë një detyrë si këshilltare e Ministrit të Shëndetësisë në 95-ën, duke u përfshirë në procesin e reformave në fushën e shëndetësisë. Dhe kjo fusha e gruas apo e barazisë gjinore
erdhi rastësisht tek unë, se nuk është se kisha pas deri në atë kohë në një lloj tërheqje ose angazhimi, por ishim pikërisht rrethanat që lidheshin me janën e kësaj konference botërore, që më përfshin edhe mua si shumë mikesha të mia, të shoqe, kolege, të profesioniste të fushave të ndryshme. Unë kisha kuptuar një gjë, që në ato vite statusi i gruas shqiptare nuk ishte në nivelin që ka nevojë shoqëria në tërësi, po ka nevojë dhe gratë shqiptare në veçanti. Dhe kjo më shtyu që të përfshihesha për të një kontribut sado modest në ndryshimin e atij realiteti, dhe kështu që krijova një organizatë jo qeveritare me mikesha dhe profesioniste të fushave të ndryshme, që ishte Federata e Gruas Shqiptare, dhe ne punuam fort për të ndikuar sado pak në ato rrethanat e asaj kohe që të ndryshonte edhe statusi i gruas, edhe i vajzave, edhe roli i tyre në shoqëri, dhe hap pas hapi e kuptuam që pa një pjesëmarrje më të lartë në fushën politike nuk kishte akses ose impakt për të bërë më shumë në raport me përmirësimin e gjendjes që ishte në atë periudhë. Kështu që këto angazhime shkuan natyrshëm për mua dhe shkuan paralel, sepse bashkë me angazhimin tim civil, që u fokusua gjithmonë më shumë ke fuqizimi politik i grave dhe ke barazia gjinore, shkonte paralel dhe angazhimi politik me Partinë Demokratike, fillimisht me forumin e grave demokrate dhe më tej në nivelet dhe në strukturat dhe nivelet ndryshme të PD-s. Dhe kemi punuar fort me fokusin kryesor që në rreth partë përmirëson legjislacionin që ishte në fuqi, dhe unë bashkë me koleget mijat me rrjetin e grave Millennium, të drejtuar nga zonja Jeta Katro, dhe ajo një nga aktivistët dhe drejtuesit e lëvizjes gruas në Shqipëri, ne draftuam ligjin e parë për barazinë gjinore në vitin 2004 dhe e çuam në parlament. Ligji kaloi, unë miratua nga parlamenti i kohës, por ne kishim propozuar dhe kvotën deri në 30%, gjë që nuk u pranua nga ai parlament. Dhe në vazhdimsi unë kam vazhduar përpjekjet e mia për të dhënë këtë kontribut pra në këtë fushë, duke arritur edhe të përfshihem në organizata ndërkombëtare, duke bërë dhe disa trajnime për veten time në fushën e leadershipit, në fushën e rolit politik të grave për gjithë Europën juglindore, dhe isha përfshirë prapë në mënyrë të natyrshme nga puna intensive në disa organizata ndërkombëtare, siç ishte Aleanca Ndërkombëtare e Grave, që kishte bazën në Bruksel, pastaj ishte edhe një rrjet ndërkombëtar i grave, gjithashtu shumë aktiv për kohën. Kishim dhe disa rrjete rajonale që bashkëpunonim si koalicioni Karat, dhe në 99 u bën në Sarajevo Pakti i Stabilitetit. Unë isha përfaqësuese e Shqipërisë në atë summit, dhe aty ne organizuam si rrjet rajonal për të pasur një bashkëveprim edhe në fushën e fuqizimit politik të grave. Summiti pranoi thirrjen tonë për të përfshirë në agjendën e Paktit të Stabilitetit edhe çështjet gjinore. Dhe në vazhdim, unë isha koordinatore për Shqipërinë e asaj që u njoh atëherë si Gender Task Force, dhe ne punuam intensivisht me një program që mbështeteshe kryesisht nga vendet e Europës veriore, nga vendet skandinave, që kanë pasur dhe kanë një ecuri shumë pozitive për sa i përket çështjeve të barazinë gjinore. Njihej si program me emrin Gratë mund t'i arrijnë,
Dhe bashkë me jetën, me mikesha tjera, ne organizuam që e zbatuam atë program Shqipëri, duke përfshirë shumë gra dhe vajza nga të gjitha rrethet e vendit, duke i trajnuar, duke i përgatitur që ato të aftësoheshin për të hyrë direkt në jetën politike. Kështu që gjithë kjo na çoi pastaj në realitete tjera, në realitete të reja. Unë pata shansin që të futesha në 2005 vetë në garë për Parlamentin e Shqipërisë dhe u futa në garë në lagjen time në njësinë numër 2 në Tiranë dhe ishte një garë reale sepse sistemi zgjedhor i kohës i jepte hapësirë garës për çdo kandidat, ndryshe nga sot. Me lista të mbyllura dhe është zhdukur gara, por unë me gjithë kontributin që kam pasur deri atë kohë, si profesional, si civil, si politik, arrita që të fitoj votbesimin e banorëve të njësisë numër 2 në Tiranë, që fillon nga Sauku, sanatoriumi dhe vazhdon ke rruga Elbasanit, duke arritur deri ke Pazari i Ri, pra një zonë sa autoktone aqe e ndërsuar me të ardhurit pas 90-s të vendosur ke këto zonat sanatorium, depo ujë dhe pjesërisht Sauk. Pra një zonë shumë mikse, shumë diverse, me të cilën kam punuar me shumë kënaqësi dhe me shumë intensitet dhe kam fitova mandatin e parë në 2005 dhe ishte një eksperiencë krejt e re, përfshirja në parlament. Nga iniciativat e mia të para nuk ishte rastishme që ishin ato për të drejtat e grave dhe fëmijëve. Madje ligji i parë që kam draftuar me iniciativën time ishte për shëndetin miturve dhe është ligji për ndalimin e përdorimit të alkolike për të miturit. Pastaj kemi punuar fort me ligjin për ndalimin e përdorimit të duhanit në vendet publike, kanë qenë nga ligjet e para që ne bëm si majorancë. Dhe në vazhdim, paralel në agendën time ka qenë dhe çështja e Eurazisë Gjinore. Saqë në 2008 arritëm bashkëpunim me shoqërinë civile dhe unë vetë në atë kohë isha pjesë e parlamentit dhe i ndiqja gjërat nga brenda kuvendit për të kaluar ligjin e ri për Eurazisë Gjinore, që në 2008 u miratua si një ligj më tërësor dhe që i përfshiu dhe kuotën 30% të përfaqësimit grave në jetën politike, në vendimarrjen e lartë në kuvend dhe në pushtetin lokal. Kështu që këto ishin arritje shumë konkrete, shumë të rëndësishme, por që dhe morën dhe shumë punë, shumë kohë, shumë investim, si nga unë dhe nga kolegët mikeshat e mia që prej vitesh ishim angazhuar në këtë fushë. Dhe rezultatet morën pak kohë për t'i prekur, për t'i parë, por fakti është që nëpërmjet kuotës u arrit që numri i grave në parlament dhe në këshillat bashkiake, domethënë në pushtetin lokal, të disafishohet. Dhe sot jemi në një realitet krejt tjetër, domethënë kemi një numër shumë më të lartë se që ishte deri në atë periudhë, por që sot ka tjera probleme. Sot është sfida e cilësisë në raport me sasinë, kemi të shifrat, por cilësia me kryetarët e partive përzgjedhin me listat e mbyllura dhe i fusin parlament pa garë, pa votim, dhe thjesht janë domethënë mënyra për të emëruar deputet
si burra dhe gra, po me që po flasim për gratë, dhe që shpesh herë janë jo përfaqësues, pra që nuk përfaqësojnë realisht kontingentin e grave të vërtet, po. të shoqërisë shqiptare. Po. Atëherë, Lila, bazuar në një anketim që keni bërë ju së fundmi, si organizatë jo qeveritare, lidhur me korrupsionin së shëndetësi, pse është i lartë ai? Pse vazhdon të jetë i lartë? Dgjoj, një nga sfidat e reformës së shëndetësi mbetet korrupsioni, sepse reforma shëndetësi në historinë e këtyre 35 viteve ka pasur ulje ngritjet e saj, ka pasur barrierat e saj shumë forta madje, dhe gjithmonë reforma shëndetësi ka qenë prioritet nga forcat politike që e kanë qeverisur vendin, flasit të majtas dhe pjasas. Dhe në këtë kontekst shpesh herë reforma është bllokuar, ka çaluar, dhe kjo është reflektuar edhe në një nivel shumë të ulët nga çpriteshe të efikasitetit të kësaj reforme, dhe nga ana tjetër me tendenca të rritjes së fenomenit korrupsionit në të gjitha nivelet. Jo vetëm ai korrupsioni pasiv, por edhe korrupsioni aktiv, drejt për drejt aty ku pacienti merr shërbimin, por dhe korrupsion në nivelet larta të vendimarrjes lartë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në institucionet varëse të saj, si një fenomen që nuk është arritur fatkeqësisht sot e kësaj dite të dominohet, dhe ndërhyrjet që janë bërë në sistem, në gjykimin tim kanë qenë më shumë arnime se sa ndërhyrje thelbësore që të na japin një sistem shëndetësor efikas dhe që të jetë në shërbim sa më të mirë të qytetarit. Ka pasur një periudhë të mirë ndërhyrje në sistem në periudhën e parë të pas 90-s, para periudhën e parë të reformës, sepse u privatizuan shërbimet të rëndësishme si stomatologjia, farmacia, u fut nocioni i sigurimeve shëndetësore, por që edhe pse ka kaluar shumë kohë dhe këto gjëra duhet të ishin totalisht të zauruara, fatkeqësisht pavësia e forcave politike për ta vënë reformën shëndetësore si një pjesë shumë të rëndësishme të agjendës politike është një nga arsyet që ka bërë që kjo reformë të ngelet e pjesshme, të jetë ngadalë dhe që probleme edhe si ky korrupsioni sot e kësaj dite mos jenë të zgjidhura. Si mendoni ju, Lila, mendjen driturit, pse nuk afrohen politikë, pse nuk i afrojnë? Sepse nuk i preferojnë kryetarët e dy partive kryesore, të cilët me sistemin zgjedhor, me lista të mbyllura, kanë marrë kontroll 100% partitë, si PD-n dhe PS-n, dhe preferojnë të kenë ato lloj ekipe vetes, ndihen rehat dhe ndihen më komod për ta pasur partinë 100% në kontroll, sepse elementët profesionist ose modelet që vijnë nga bota akademike që janë të realizuar në fushën e tyre, sigurisht kanë tjetër vizion, kanë tjetër qasje, e shikojnë politikën komplet me tjetër rol, dhe kështu që bien ndesh me interesat e kryetarëve të partisë, që duan partinë ta kenë 100% e shërbim të interesave të tyre. Kjo e ka çbër atë nivelin e përfaqësimit në partitë politike, gjë që lidhet ngushtësisht jo vetëm me mundësinë e kryetarëve që janë bërë afatgjat në ato pozicione që kanë, sa që kanë tejkaluar në gjykimin tim të gjitha limitet, por edhe nga sistemi zgjedhor që kemi fuqi se lista e mbyllur zhduku garën dhe i hoqin mundësinë qytetarit shqiptar që të zgjedhë përfaqësuesit e vet. Pra deputetët emrohen
nga kryetarët e partive dhe nuk zgjidhen. Shumë i madh që duhet urgjentisht të ndryshojë. Atëherë, disa nga botimet tuaja, çfarë mund të përmendim? Po, mua më ka tërhequr gjithmonë të fakti që të shkruaj dhe të përcjell ato njohuri që mua më duken më të dobishme për njerëzit, se është vetë zanati i mjekësisë që ta kultivon këtë lloj pasioni dhe këtë lloj dëshire. Kështu që librin e parë unë e kam botuar 95-ën, sa isha kthyer nga studimet në Francë dhe desha që ato njohuri që unë kisha marrë atje t'i sillja në terrenin shqiptar. Dhe është libri për fëmijën tuaj, që bazohet në këshilla dhe njohuri praktike për mirëritjen e fëmijëve, nga 0 deri në 5 vjeç. Dhe më tutje pastaj kam vazhduar me një botim për zhvillimin psikologjik të fëmijëve. Pastaj kam vazhduar me një botim që lidheshe me grupmoshën e adoleshencës, si një udhërrëfyes i adoleshencës, prap me njohuri dhe dije për prindrit e adoleshencëve në rast parë, por edhe për vetë fëmijët e kësaj grupmoshe. Kam botuar një tjetër material më vonë me titullin Antistres, se nga që stresi filloi gjithmonë më shumë të trajtohet edhe në mjekësi si një nga, si thua, sëmundjet, në thojza, themi, të kohës, e pashtë të domosdoshme që njerëzit të kenë gjithmonë më shumë njohuri që të mbrohen, se si të mbrohen nga stresi. Është një botim që ka pas goxha interes dhe unë e kam ribotuar pas një farë kohe, sepse është kërkuar nga vetë qytetarët, ndërsa botimi më i fundit është ai i gati një viti e gjysmë më parë, me titullin Top Form, që ka prap njohuri praktike se si të kujdesemi për veten, që të ndjeni sa më mirë në raport me ushqyerjen, me ekuilibrin mendor, fizik, në raport me aktivitetet, angazhimet që ne kemi në jetën e përditshme, pra me ato lloj dijesh që besoj se i duhen të gjithëve. Ne kemi folur më përpara, po në fakt sot kemi disa zhvillime tjera, jemi 10 qershor. Kemi një protest në Tiranë. Si e shikon Leila këtë protest nga këndvështrimi i saj? Patjetër që është një moment historik, një gjë që ka marrë prej ditësh vëmendjen tonë maksimale, edhe timen personalisht. Fillimisht jam munduar ta kuptoj, domethënë, thelbin e protestës, sepse tash që kemi një dyndje informacionesh dhe dizinformacionesh nga mediat, nga rrjetet sociale, shumë e vështirë të bësh diferencën. Nga ana tjetër, unë kam kuptuar një gjë prej kohësh, që politika nuk është kurrë ashtu si duket. Duhet të punosh që të kuptosh atë që ndodh brapa perdeve, sepse ajo që shfaqet shpesh herë nuk është ajo realja. Kështu që duke pasur dhe një eksperiencë afatgjatë dhe time personale në pjesëmarrje në protesta të natyrave nga më të ndryshme, jo vetëm politike, po civile në rast parë, sigurisht përpiqem të bëj edhe diferencën me protestën e sotme. Unë kam dalë disa herë në protest, kam takuar dhe takoj vazhdimisht plot njerëz që janë aty të njohur, të panjohur, dhe kam tashmë një panoramë shumë më të qartë të asaj çfarë po ndodh, sepse është një protestë masivisht qytetare, që për fat ne po arrim si shoqëri të kemi një protestë të kësaj natyre jashtë kornizave të partive politike, që u bën gjithmonë më shumë protesta të sforcuara, të organizuara me autobusa, me mjete nga më të sforcuara për të sjellë sa njerëz aty ku i duhen partisë,
Ndërkohë, kjo protestë po tregon një realitet krejt tjetër, që ne pas kemi ende shumë të rëndësishme dhe shumë të fuqishme, gjë për cilën shoqëria jonë akuzoheshe prej vitesh që jo ka rënë apati, jo nuk di të reagoj. Kjo protestë po provon totalisht të kundërtën dhe fakti është që baza kryesore masive e pjesëmarrësve janë rinia. Ky brez i ri, shpesh i quajmë Gen Z, po nuk janë vetëm ata, edhe më të rritur se ta janë edhe prindrit e tyre dhe gjyshrit e tyre që dalin në protestë, po masa është brez i ri. Në konstatimin tim, radhë parë po tregon që ka një domosdoshmëri të dëgjohet, sepse ndihet i papërfaqësuar nga partitë politike dhe ndihet i padëgjuar sëri i tyre. Kështu që kanë kuptuar dhe janë shumë koshient që duhet të dëgjohen. Sigurisht protesta nisi nga një realitet lokal, për çështjen e Zvërnecit, që ka kompleksitetin e vet dhe do parë me shumë kujdes në raport me drejtën e pronës, në raport me shkeljet ligjore, në raport me transparencën që qeveria s'ka arritur ta bëjë të plot deri më sot, por për mua, me atë që unë konstatoj çdo ditë, kjo protestë ka tejkaluar çështjen e Zvërnecit dhe po përcjell problemet reale të shoqërisë tonë sot, problemet reale sidomos të brezit të ri, që siç e thash do të dëgjohet, do që të japi kontributin, vizionin e vet për vendin, për Shqipërinë, për të ardhmen e Shqipërisë, do që të jetë pjesëmarrë në gjithë proceset e zhvillimit të këtij vendi, duke qëndruar në Shqipëri, jo duke lënë Shqipërinë ka qenë i detyruar shpesh herë në gjithë këto vite dhe nga ana tjetër është një brez që është shumë i hapur, është shumë i çliruar dhe qartësi nuk pranojnë më këtë realitet politik, nuk pranojnë më këtë sistem të denigruar politik që ka 35 vjet që kemi të politik, kemi të njëjtën modele politike, të njëjtën mundësi politike, që është përjashtuese. Është përjashtuese për gjithë ne si qytetar, se këta akoma ne s'na lën të votojmë që të sjellim njerëzit që duam, me sistemin e mbyllur që vazhdojnë e mbajnë. Në bashkëkor taksi, PS-ja me PD-n, nuk është gjë e rastësishme kjo. Është një gjë që duan dhe kështu përpiqen ta mbajnë, po ky brez e refuzon këtë realitet. Ky brez është shumë qartë për të thonë stop tranzicionit, kaq të sërzjatur, dhe për të hapur një kapitull të ri në zhvillimin e Shqipërisë, qoftë ekonomik, qoftë politik, qoftë social dhe kulturor. Pavarësisht se janë shumë faktorë që ndërhyjnë në këtë protestë, unë uroj që energjia e pjesëmarrjes së brezit të ri të vazhdojë dhe ato të dinë të artikulohen hap pas hapi me ato adresimin e nevojave që ato kanë, edhe si brez, edhe për të ardhmen e tyre, po jo vetëm tyre, por të gjithë Shqipërisë dhe të gjithë shoqërisë shqiptare. Unë jam mbështetëse e tyre. Atëherë jemi në fund bisedës, Lela, kemi një mesazh për publikun? Po, për publikun, unë dua në rast parë gjithë shqiptarëve të uroj të jenë sa më mirë, kudo që ato kanë zgjedhur të jetojnë, me dashje apo për rrethana nga më të ndryshme. Uroj shumë që situata në Shqipëri të ndryshoj në favor të masës madhe të shoqërisë shqiptare dhe jo thjesht siç ka ndodhur gjithë këto vite, vetëm në benefit të një grupi të ngushtë individësh, qoftë në krye të partive, në krye të pushtetit, që lidhet edhe me pushtetin e biznesit apo ajo që quhet oligarki. Uroj që shoqëria shqiptare të ketë forcën të hapi një kapitull të ri, si politik, ashtu edhe zhvillimor për vendin, dhe unë kam besim se brezi i ri do arrit ta bëjë këtë gjë.
Lila, të falenderoj për bisedën, të uroj edhe unë suksese në punën tuaj kërkimore dhe botimet e reja, si dhe në kontributin e vazhdueshëm që jep në shoqërinë civile për përmirësimin e sidomos të jetës së femrave. Falenderoj. Faleminderit ju, punë të mbar.